sa i përket energjisë, kështu, në vitin 2016 është kalu PDK-ja dhe LDK-ja në koalicion, me konkretisht dy protagonistë, ka qenë Isa Mustafa dhe nga LDK-ja dhe Bleran Stavileci nga PDK-ja, që i kanë miratu pakët e ligjet për liberalizimin e tregut energjisë. Në vitin 2017, mars, sa unë kujtoj, e kanë zërreja, po ashtu e PDK-s dhe LDK-s, e miraton udhë rëfysin për liberalizimin e tregut energjisë, dhe ata parashojnë që gjitha biznesët në 35, 20 dhe 10 kV duhet dalin në tregun e liberalizuar. Dhe afati përfundimtar pas rishikimeve ka qenë 31 janar, 31 mars të vitit 2021. Kjo është e vërteta, vendimin për liberalizim. Dhe ligjet i kanë marrë pikërisht forcat politike që i kritikojnë tani. Në vitin 2019, në atë kohë, kryetari i Odës Ekonomike, Bra Turkiqi, kandidat për deputet i LDK-s, ju i dini që pa deklaru që nëse nuk liberalizohet tregu, gjitha bizneset falimentojnë. Tash 5 vite më vonë, ose 6 vite më vonë, i tjetri ishtë deputeti i PDK-s, pretendenti për deputeti i PDK-s, i cili tash është kryetari i Odës Ekonomike, vjen e thotë të kundërtën. Çështja është kështu. Këto ligje dhe obligime janë marrë, afatet janë nxirr nga zërreja. Qasja që ne e kemi adoptu, se kemi majtë një seancë, një diskutim këtu, i pari pas zgjedhjeve të 14 shkurtit ju ka dediku pikërisht kësaj teme, liberalizimit. Merrni transkriptat e kuvendit dhe i shihni pikërisht këta deputetë e opozitës që po vinë këtu dhe po ankohen për liberalizimin e tregut të energjisë, kanë kërkuar liberalizim të tregut të energjisë. Qasja jonë ka qenë më e kujdesshme. Të gjithë ta pretendet dhe shoqata biznesore i kemi takuar në atë kohë, na kanë kërkuar një shtyrje. Që jemi pajtuar në atë kohë, që duhen më tepër përgatitje. Dhe shtyrja jonë ka qenë 4 vjetë. I kemi subvencionu tarifat në që të mundësohet një tranzicion më i drejtë. Kjo ka qenë qasja që ne kemi ndërmarë, që nga atëherë po ashtu kemi kriju skeme për të mbështetur të gjitha tarifat e familjeve që nuk i arrin mi pagu faturat e energjisë elektrike, dhe njëjtë kohë ju kemi dhënë kohë biznese, përfshirje dhe asistencë, që të hynë gradualisht të transitojnë në tregun e lirë të energjisë, sikur se është kriju dhe bursa Alpex. Këto kanë qenë rrethonat e vërteta. Këto janë të vërteta. Çfarë do që pretendohet ndryshe nga deputetët e opozitës nuk është e vërtetë. Mjafton me pa historinë dhe deklaratat dhe vendimet që ata i kanë marrë. Të paktën politikanët gjykohen për vendimet e tyre dhe mund t'i kenë edhe vendimet e kuvendit. Shikoj, pyetja këtu është, unë mendoj që janë disa hapa të rëndësishëm që duhet të shikohen edhe të monitorohen. E parë është që nga viti 2020 jemi tash në bllokun energjetik Kosovë-Shqipëri dhe jemi shkëputur, që është një nga vendimet më të rëndësishme në tregun e energjisë për sovranitetin energjetik, është krijimi i bursës Alpex. Ne duhet kujdesemi që bursa Alpex të ketë rrethonat kushtet e funksionimit, sepse është mënyra më e mirë e ndërtimit të transparencës dhe të jetë ku për afrimin me tregjet evropian. Kjo është mënyra vetëm për uljen e kostos së energjisë në treg të liberalizuar. Përqafimi i praktika më të mira evropiane, sigurisht edhe për afrimin me zhvillimet e reja në Bashkimin Evropian, është rruga më e mirë për zbutjen e këtyre rrethonave të krijuara pas një vendimi të përshpejtuar edhe të pamenduar mirë të vitit 2016. A kemi pyetje tjera? Nëse jo, ju faleminderit shumë.